Galla. Qëfar sole, qëfar neje, qëfar edhe normal, aty ka knu edhe Inva, Mule, që apo Dion Anikne, dhe orkestra kanë qenë okej aty me piano, me sene, me këtë. Po diqysh kurse ki bendin tënë, kurse ki muzikantin tënë, dënë me dhonë maksimumin, bash thesha të sonë të shtash të Irak, të e për cilë yllëkën, thesha të ishim konë naqë aty komplet me yllëkën. A një herën tjetër, në ditlindjen tjetër, i thamë. A ki vizë? Tash sonë të 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 është të vërtet që kur e ki bendin tonë, je shumë ma e sigurt për çdo performancë që e ki. Unë e kam një bend të mrekullueshëm me cilë bëj muzikë, Vedatin, Sejn, Erindin, edhe do më thonë ko pas ko kemi edhe bashkëpunëtor tjerë që vinë në orkestër. Kur të mësohesh me një bend, është masnej shumë e vështirë me u mësu me një tinglim tjetër, me muzikantë tjerë. Me gjitha to, unë gjatë punës e karrierës, më karon me bom orkestrat ndryshme muzikë, edhe ajo më ka animu pak që mu adaptu shpejt, mos mi pas problem, po me thonë drejten, në atë event nuk u konë shumë rëndësishme për mu performanca jame, sa u konë rëndësishme me qenë prezent. Qashtë është, që mora si shambull. Po, e vërtet, mirë po ka qenë një mramje, për mu e jashtëzakonshme, nuk kom i harru, një galla që neherë nuk e kom përjetu, dhe Fadili në një që 20 vjetë. Më ka ndihmu shumë në karrierën teme, ka qenë njëri parë që më kaftu me bo fotografi, kur kom dalë në shtanë dërherë të para në skenë, 2004-ën, në Këngë Magjike ka ardhë në backstage dhe më ka thonë, po më pëlqen shumë fytyra jote, edhe i ka pëlqy kënga, vokali, gjitha. Kisha pas qef me të bo foto, për mu u konë surprizë e jashtëzakonshme me marrë Fadil Berisha, me thonë po du me të bo foto. Mandej më ka aftu me shku për Miss Universe, me përfatsu Kosovën. Nuk kom pranu, në atë kohë kom qenë të studiu psikologji, sa e nisa më marrë me muzikë, nuk e shisha vetën hitë si modele ose në atë industri, edhe i pa da thonë që s'jam e interesune, mandej më patë përkra, dojke me më ofru me dëpërtun tregun Amerikan, ka qenë i pari që më kaftu me shku në Amerikë, edhe për mes ti kom shku mas pari në një galla mramje që është majtë New York, në 2008-ën, kom shku për mes Fadili, do me thonë në Amerikë. Një që të një farë salet madhe, pa doni, po. Që ati, ajtë din mi bo këtu sene. Shtu që, mu më ka përkroj jashtëzakonisht shumë, po jo vetë mu, çdo njeri që aje ka pa pi Kosovës që ka talent, është mundu diqysh mi qunë me dëpërtu në tregun Amerikan. Tash sa eca tjede sa dëpërton nuk më varet veç për ti. Normal, po aji kërës dvetën e banë. Aji kërësisht e merë një iniciativë, edhe e kom një vetën që jo që ja kemi me borç, po jo në disa raste ku njëri me një prezencë të regon mirë njohjen, e për mu që ajo ke rasti. Për ndryshë kom kalu të e për mirë, e kom shiju, edhe performancen, okej, ajo hajde luj që shek me të regu drejte nuk konë shumë spontane, se njerës ishin në kome dhe dëshin atmosferë, se u lodhen pak prej muzikës klasike. Qashtu, klasike, shumë qashtu, ma murmenja që qështu ka ndonë. Edhe shqiptar, do më thonë jemi në vlën gjaki, edhe me nëzi presim me këcy, kështu që hajde luj që shek ke shumë spontane, në ashtë ata s'patën faj, jo, qashtu, që aty u bo, po du me thonë, në Amerikë edhe në Londër, gjithmonë kam pas problem muzikantat me viza, se për Evropë tash jenë së është problem. Po, e vërtet. Edhe dyqysh... A ki vizë? Une e kom pasaportën amerikane. Zoj shumë më rëmbert më ardhë për më për cilë.